Po ndiq një breaking në këtë pjesë të programit, do të ndalemi tek një tjetër zhvillim. Sikundër e keni mësuar ditët e fundit, në 20 dhjetor do të startoj Big Brother VIP 5, spektakli më i madh dhe fenomenal që në fakt ka thyer rekorde shikueshmërie vitet e shkuara, e premton të bëjë të njëjtën gjë edhe këtë vit. Do diskutojmë mbi këtë zhvillim, sigurisht edhe një javë na ndan nga mësimi zyrtarisht i atyre personazheve që do të jenë pjesë e Big Brother VIP 5. Megjithatë kanë qarkulluar në mediat sociale thuajse në të gjitha se kush do të jetë, emra të dyshuar, aktor, këngëtar, moderator. Më gjërësisht diskutoj, kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Nora Male, analiste e çështjeve sociale dhe opinionistin Meridian Ramçaj. Mirë se erdhët. Përse u gjetëm? Përse u gjetëm? Zonja Malaj, dua ta nisim së bashku. Çfarë bën Big Brother VIP 5 e në fakt edhe të shkuarit të thyej rekorde shikueshmërie? Në fakt nuk është një qasje që e themi vetëm ne, apo e thot Top Channel që e ka dhe produksionin e tij më të rëndësishëm, por në analizën fundore që kanë bërë disa nga media në janar të 2025-s, kanë nxjerrë disa konkluzione ku Big Brother i shqiptar është renditur në top listën e Big Brotherëve europian, duke qenë në krah me Big Brotherin anglez, që është i pari që ka shikueshmërinë më të madhe, pastaj vazhdon Big Brotheri ose Grande Fratello italiani. Dhe mendojmë popullsinë atje me popullsinë shqiptare. Dhe Big Brotheri shqiptar zë vend të konsiderueshëm, vendin e tretë në të gjithë këtë qasje, dhe kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që tregon që shqiptarët nuk e shohin vetëm Shqipëria, po Big Brotherin e shef gjithë bota, kudo që ka shqiptar dhe kudo që ka shqipfolës, dhe përtej kësaj është kthyer në trendin e kohës dhe është ndoshta një nga momentet më të rëndësishme dhe kulmore, që kulmon me fillimin para festave dhe që do të vazhdojë në të gjithë rrugtimin për disa arsye. E para, sepse është një emision tashmë që ka marrë ato që quhet autorsinë e të gjithë njerëzve që duan të shohin. E dyta, se është emision psikosocial, emocional, ku na vërteton një fakt kur themi që shokët dhe miqtë zgjedhim, familje nuk e zgjedhim. Dhe pikërisht është loja më e bukur që i bëhet një individi i cili lidhet në një familje, nuk zgjedh as prindrit, as gjuhën, as të afërmit, por duhet të përshtatet me ta. Dhe pikërisht Briku ka bërë këtë gjë, i ka futur të gjithë anëtarët dhe prandaj është ai që i vëzhgon, vëlla i madh, prandaj thuhet vëlla i madh, që këta vëllezërit e tjerë duhet ose të përshtatet apo motrat, ose të gjejnë sinkronin e tyre, apo qoftë të gjejnë edhe gjendjen e tyre. Pra, e parë në rrafshin emocional, në rrafshin social dhe në mënyrën se si ai ndërtohet, na krijon disa tritare sociale, dhe për ne që merremi me analiza sociologjike dhe me ndryshimet sjelljesh, kuptojmë se si njeriu në një mjedis të mbyllur është i aftë të përshtatet, dhe ty të kujtohet thënia e Aristotelit që qenia njerëzore është kafshë politike. Për te instiktit, ai duhet rregullohet me mekanizmet e emocionit, të sjelljes, të raporteve, dhe ajo pastaj ndiqet si një lojë, ndiqet si një thashë-them, jo thashë-them negativ, krijohet si tifozeri, dhe njerëzit në fakt nuk shohin bikun, po shohin veten e tyre nëpërmjet personazheve të bikut, dhe në një farë kjo quhet terapi në grup. Meridian, do t'jetë në moderimin e Ledion Liços, asë nuk diskutohej kjo. Kush diskutohet se do t'jetë, pra, cilat janë emrat që përfliten, ato më të njohurit që mund t'jenë pjesë e Big Brother VIP 5? Atëherë jam përfolur shumë emra në rrjetet sociale, në portale, por besoj që janë të pakët nga ato çfarë janë diskutuar. Unë mund të cek disa që mund t'jetë ndoshta Roberta Liaj, mund t'jetë Sabina Mete, moderatorja. Angela Martini, për shembull? Nuk besoj, janë nga këto shashkat e medjave. Vitmar Basha? Vitmar Basha dhe Vitmar nuk e besoj, janë shumë emra të cilët kanë dalë, si zakonisht e dalin, por ndryshe nga çdo vit këtë herë produksioni ka vendosur të jetë shumë sekret. Me sa diun dhe takimet ato i kanë bërë jashtë topit, që njerëzit që janë pjesë edhe stafi topit. Ska tjetë surprizë. Po që mos të shikojnë personazh, sepse tashmë dihet nëse një personazh takon një nga autorët e Bigut, dihet arsye pse po takohet. Me sa diun edhe klipet i kanë bërë jashtë ambienteve topit. Ditë them që ky do jetë një Big
nga këto, si që themi shpesh, të paharrueshme, të shikoj që nga klipi që është përgatitur, që është kuruar në detaj, mendoj se dojtë edhe viti Ledionit, sepse tashmë gjap publiku e ka pëlqyer mas bigut të dy që a i bërë, kjo është viti tret, pra është afirmimi atit për të treguar që bën të mirë, ai i kuron gjatë. E në fakt që në vitin e parë viti i parë ishte tërhoqi më njëherë audiencë. Tërhoqi vëmendjen, tërhoqi audiencën, vitin e dytë ishte ajo pjesa kur ti shtron një rrugë për ta pasur sa më të lehtë dhe sa më mirë. Mendoj që ky do jetë viti i tij për një arsye sepse e ka marrë atë gjën dhe e ka përditësuar, ka bërë të vetën. Dhe zonja Malaj më ka thënë që gjeti që në vitin e parë mënyrën të rrëmbej zemrat e shqiptarëve. Po, ndryshe nga të gjithë prezantuesit, me gjithë dëshirën që kanë patur dhe të tërë janë rritur bashkë me Bikun, po të shikojmë Biku nuk ka krijuar vetëm personazhe VIP, që ndoshta në jetën e tyre mund mos kenë qenë VIP, por që në një mënyrë apo në tjetër janë artikuluar fort dhe kanë marrë pastaj një veshje tjetër. Unë ke Ledioni që në kryet herës kam parë një qasje komplet tjetër. Qasja në një njeriu të mirë formuar në fushën akademike, të mirë lexuar në fushën e dijes dhe në batut, në informacionin e dhënë dhe në mënyrën se si ai hyri, ishte një katalizator i mirë i cili ngacmoi lojën, por nuk u bë pjesë e lojës, nuk përdori asnjëherë zhargonin dhe ka përdorur një gjuhë tmerrsisht të kuruar dhe unë për këtë e falenderoj jashtëmase për modelin që ka krijuar dhe unë ashtu si Mediani mendoj që ky vit do të jetë një vit jashtëzakonisht shumë interesant, jo vetëm në pritshmërinë dhe rritjen dhe në fuqizimin e figurës së Ledionit si moderator, si showman, por njëkohësisht edhe si një njeri që del përtej kuintave dhe krijon atë që quhet moderimin elegant dhe moderimin me filtra të kujdesshëm, pa e krijuar ngarkesa emocionale, por duke ngacmuar atë që quhet raporti për të na dhënë ngjarjen, por duke parë spotin që më ka pëlqyer pafund. Ka tre element shumë të fortë. Ka ndjelljen që të vjen, pra ty të përgatit, sepse e gjithë kjo javë quhet horizont pritje dhe unë besoj që topi do ta shfrytëzoj jashtëzakonisht shumë. Është shumë e rëndësishme kur ti do të prodhosh diçka, duhet të përgatisësh audiencën dhe audienca përgatitet jo vetëm në kuriozitetin, po përgatitet në të gjithë elementet, në elementet e kuruar që lidhen me informacionin që ti do japësh dhe po ta shohësh ke spoti është ndërtuar mrekullisht bukur, është një spot në lëvizje, është një spot që ka marrë edhe mistiken, edhe realen, edhe naturalen, është një spot që ka ca gjetje, se ka ca thënje dhe ka edhe ca element, për shembull macja e zezë, ca element të tjerë e ardhmja është e shkruar, janë ca gjëra të cilat të bëjnë që në mentalitetin e bashkëbisedimit të përditshëm bisedor të njerëzve, ja, urdhro macen, është një moment që tregon që është shtëpia, është veshja, është lëvizja, është e bukura e jashtme, është elementi bukur brenda, është televizori që mbart shumë element dhe mbi të gjitha janë këpucët. Këpucët janë gjua e trupit dhe shpeshherë thuhet, nëse do të pyesim këpucët se çfarë do thonin për të Zot, ne do kishim dëgjuar shumë gjëra. Gjetje të mrekullueshme që meritojnë një duartrokitje të fortë për elementin kurues dhe për pritshmërinë që do ndodhi. Që në nisin e klipit aty ka dhe detaje të shtëpisë aktuale, që njerëzit nuk e kuptojnë, por që kur të lidhen që të jetë nata e parë pranë në shtëpi do kuptojnë që në fillim të klipit është një fragment aty që është pjesë e shtëpisë aktuale që është. Ditë të them mos më kërkoni emra, sepse dua të respektoj. Ka nisur numrimi brat, shumë shpejt ne do t'i mësojmë emrat, megjithatë çfarë roli po luajnë në rrjetet sociale në lidhje me personazhet e mundshëm që do të jenë pjesë. Është Big Brother kemi thënë një mundësi e mirë për të hequr pluhurin e shumë këngëtarëve të cilët ishin harruar, shumë personazhe publik të cilët ishin harruar nga publiku dhe i ka rikthyer në mënyrën e tyre më të mirë të mundshme. Pra do të kemi shumë artistë. Unë mendoj që do kemi shumë artistë, do kemi këngëtarë të cilët ndoshta publiku dikur i ka dashur shumë, por i kishte harruar. Do kemi personazhe. Kjo do të jenë të moshave të ndryshme, jo vetëm ata të rinj e viteve të fundit që kanë hyrë në treg. Do jenë edhe mosha të ndryshme, domethënë nëse mund ta quaj mbi 50. Do jenë këngëtarë që tash dikur ne kemi dashur shumë. Do të shtoj dinamika, do ta vështirësoj bashkëtesën. Për shembull, nëse do ishte ta zëm kot po e them emër nga dëshira ime, nuk di asgjë, Aleksandër Gjoka do përbënte ngjarje, sepse është shumë e rëndësishme kur përballë
personazhet në mosha të ndryshme, në qasje të ndryshme, se në fund të ditës ne jetojmë me breza të ndryshëm në një shtëpi. Dhe pikërisht edhe biku në thelbin e saj dhe në lojën e saj nuk ka vetëm ndjelljen apo nuk ka vetëm lojën, por ka qëllimin që të tregojë që problematikat e ndryshme të jetëve tona sociale, qasjet e ndryshme, apo dhe plagët e ndryshme, të kuptohen se si ne mund t'i kurojmë së bashku. Kjo është edhe objektivi final, kjo është objektivi dhe i opinionistëve për të nxjerrë të gjithë, pra për të nxjerrë skeletet, po themi, në mënyrë njerëzore të shpirtrave të këtyre njerëzve, të cilët në fakt kanë hyrë për të luajtur, po unë do doja shumë që kësaj radhe të kishim një loj reale, jo virtuale. Ata të ishin vetja, pra të luanin veten. Pas i kalojnë një periudhë aty brenda, nuk dalin krejtësisht real në natyrën e tyre, në përditshmërinë e tyre? Deri në fund, jo. Sepse në momentin që ata... Vjen një moment që harrojnë se monitorohen nga qindra kamera. Ata mendojnë që në një moment ndoshta harrojnë dhe ambientohen, si të gjithë ne, që mund të ambientohemi. Meridiani e ka jetuar. Meridiani e ka jetuar në fakt. Zushnora ka qenë mësuesja ime në Qemal Stafa, si Qemal si jam, kështu që unë kam kënaqësinë ta kem tu. E kupton ti çfarë produkti kam unë ti të them se sa e lumtur jam për njerëzit që kam ndërtuar. Dhe di të them që të paktën në ditën e parë njerëzit arrin ta ruajnë atë vetën ta kamuflojnë. Të nxjerrin më të mirën e tyre. Po ti je bindur për diçka që pas 10 ditësh totalisht e zhveshin atë petkun e ruajtjes, sepse është jetën e përditshme, edhe ti kur krijon një lidhje 3, marrëdhënie 3, kur njeh dikë gjithmonë je më i kujdesshëm, nuk do ta ofendosh, nuk do ta lëndosh. Po me kalimin e ditëve ti fillon dhe do nxjerrësh pjesë të karakterit. Meridiani e ka jetuar vetë. Për sa kohë arritet të krijosh atë barrierën? Të shpalosësh Meridianin që doje dhe jo të vërtetin. Jo, njerëzit që janë impulsiv dhe që janë të drejtë për drejtë, që nuk i durojnë pavarësisht që në fillim e ka shumë e thjeshtë që dalin direkt që ditën e 3 të 4. Unë më mend gjithmonë edhe ke bigu i parë tani kam pasur ditën e 3 kam pas debate. Kështu që unë jam i bindur që aty maksimumi që mund të rish me atë frikën e kamerave apo është 10 ditë i parë. Dhe pastaj zhvesh nga çdo gjë. Nuk do ta thoja ke frika kamerave, sigurisht kjo është pjesë normale. Rezerva, kujdes. Është pak frikë si do gjykojmë jashtë, si do e mendojnë jashtë, pastaj vjen një moment që e harron. Në përpjekje për të përcjellë atë që ke planifikuar dhe jo atë që je në të vërtetë. Unë mendoj që po, e vërteta është sepse të gjithë hyjnë me një skem në fakt. Pastaj zbatojnë dot aty sa ja dalin. Të gjithë këta, sepse to janë nga fusha e modës, e artit, e kulturës, e tjera, dhe njohin botën e kameras dhe njohin jetën e kameras. Në 10 ditën e parë ata mund të jenë pak të sforcuar dhe të mendojnë që bëjnë lojnë. Në 10 ditën e 2 dhe të 3 ata dalin në origjinë, po përsëri ruajnë ca rezerva, se po ti shohësh, edhe më pas në jetën e përditshme, ata nuk shkojnë deri në fund, sepse më pas... Arë të shohit nga natyra, nga karakteri, ato shpërthyesit nuk besoj se ja dalin të ruajnë deri në fund. E ruajnë ata, po e ruajnë me një qasje tjetër. Të paktën në rafshet e ndryshme psikosociale që kam parë dhe në mënyrën se si ata janë të vendosur ose kontravers ose introvers, varet nga natyra e njeriut, ata duan të bëjnë e para duan të bëjnë lojën, po kur pjesa e lojës dhe pjesa rutinore i lodh ata në darkë, kur mendojnë me veten e tyre, jo me zë të lartë, ata prap fillojnë dhe bëjnë një lloj balance. Dhe pastaj, gjithë loja e vllajt të madh i çon atje ku ai mendon që kanë pikat e forta dhe të dobta. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe bashkëpunimi që bëjnë me psikologun që është mbrapa. Ai mund të vendosi disa shina për çdo individ në mënyrë që realitetet e tyre të shpërfaqen bukur. E qartë. Zonja Mala i përmendi Aleksandër Gjokën, po për shembull një emër që ka qarkulluar nuk është këngëtari Gjoka, por është Robert Aliaj. Çfarë do t'i sillte shtëpisë? Dëgjoj, Roberti për mua është personazh shumë karizmatik, ka argument shumë fort, ka fjalën, është kontrovers, njerëzit nga njerë nuk e duan për mënyrën arrogante se si ai sillet, por që ajo e karakterizon atë. Mos harrojmë gjithë të personazhe që në publik janë kontrapedal, gjithë janë të pëlqyer për formate të tilla, sepse nxisin shumë kurreshte tek njerëzit, edhe i majnë gjithkohon të lidhur pas ekranit. Roberti me disa personazhe që unë i di që do jenë aty, mendoj se do jetë një luftë në thojza 24-24. Por sigurisht është shfaqur edhe në shumë programe të tjera. Zonja Malaj, ky është Roberti vërtet?
Apo këtë ka zgjedhur ti përcjell audiencës? Berti është një personazh i cili quhet, ka formën e prizmit, ka faqe të ndryshme dhe shfaqet në pozicione të ndryshme. Në të gjithë mirëritjen e tij dhe në pozicionet që ai ka patur në jetën e tij, është paraqitur më kontrovers se të tjerët, por thelbin e tij e ka shumë të mirë. Thelbin e ka si puna e zhguallit të breshkës, që do të thotë nga jashtë duket më ndryshe, po nga brenda është shumë i butë. Mos harro që ka marrë edhe ngarkesën e të birit në kohën kur ndodhi Big Brotheri dhe ju e mbani mend se sa shumë aktiv ishte, dhe unë besoj ke Berti, se jemi gati moshatar, ai do shfaqi një qasje që mua do më pëlqente jashtëzakonisht shumë nëse ai realisht do të jetë, sepse do t'rregoj ato debate të cilat në studio televizive nuk e kanë lejuar të përfundoj deri në fund, sepse ka patur minutazhin e tyre. Unë jam e bindur që Berti do ngreri disa probleme që ne shpeshherë i themi në NZ. Dhe duke ngritur problematikat do t'i bëj audiencën të gjitha moshave që t'jetë shumë thithse dhe interesante dhe do bëhet shumë interaktive. Dhe do doja shumë që kësaj radhe të kishim një interakcion shumë të fortë në mënyrë që njerëzit, sidomos në prime time-et, ku njerëzit mezi shpresin të vi Big Brotheri, jo vetëm për të parë atë, po ka dhe një lloj socializimi për të mbledhur dhe me njëri tjetrin, është kthyer në trendi, mblidhen me grupe shoqërore. Zbrazet Tirana nuk ka qarkulltim, nuk ka trafik jo. Po, është shumë e qetë dhe njerëzit e shohin atë sepse kështu ndajnë problemet e tyre dhe kështu është një lloj çlirimi dhe kam bërë një eksperiment ose kam bërë një sondazh, për ta thënë më shumë social. Gjatë kohës që ka qenë Big Brotheri, kemi patur një numër shumë të ulët të aksidenteve dhe në gjithë periudhën, edhe të problematikave që lidhen me dhunën. Sepse gjithçka paralizoi. Sepse gjithçka është kthehet këtu. Dhe kjo më bën të kuptoj se sa nevojë kemi si popullat për të dhënë edicione të tilla, të cilat për te çfarë janë në garë, apo për te çfarë shumë kush thotë që shiko se është një format, jo dikush e vlerëson, dikush e ka frikë, unë mendoj që i ndihmon shumë shoqërisë në këtë rrugtim për të gjetur vetveten dhe për të krijuar ato lloj audiencas në zgjidhjen kur njerëzit nuk i thon problemet e tyre. Në vëmendje është edhe fan klubi, siç ka bërë me dije, e ka konfirmuar vetë në fakt ish-banorja e Big Brother VIP 3 Francesca Murati do të jetë në rolin e opinionistes, do të ketë një moderatore, ndoshta më shumë se një tha diçka Francesca, megjithatë kjo shtoi edhe më shumë aludimet. Shkojmë në publicitet e kthehemi pas pak.